te nënta jemi. Unë nuk e di, unë e kam humbur që tani edhe kam akoma shumë ditë para, por më duket jemi te nënta, jemi akoma në Budapest, edhe sot është dita jonë e tretë këtu, kështu që u zyam avash sot me Janin, vajtëm këtu poshtë që kemi një kafe që është e lagjes, edhe ishte fantastike, kafja ishte fantastike, edhe mbëlsiret që provuam për herë të parë që më duket janë tradicionale këtu, ishin të mrekullueshme, nuk e di, domethënë ja dhuroj. Mbasi u zgjuam pak, u kthem në dhomën tonë lart që të bëhemi gati. Unë do filloj të lyem, sepse pastaj pak më vonë kemi të shkojmë në opera, që të shohim shfaqje, balet ose diçka, sepse unë desha shumë të shkoj të shikoj balet, por biletat kushtonin nga 300 euro minimumi edhe lart, kështu që thash e di qa? Jo, sepse 300 euro nuk pagova as për biletat edhe hotelin bashk që të vi në Budapest, kështu që nuk ja blente. Pronontuam bilete që të bëjmë një tur brenda në opera, sepse kam parë që duhet shumë bukur. Po nuk e keni parë vlogmasin nga dje. Kishim pronontuar edhe dje të shkojmë në parlament, edhe me që humbëm, janë i vendosi të më bëj dhurat turin në opera, të cilin nuk e kishim në plan fare ta bëjmë, sepse kishim thënë ose parlamentin ose opera. Por me që nuk e pam parlamentin edhe nuk ishte më bileta që të pronontojmë, sepse është një nga vendet që po doni të vizitoni, duhet të keni pronontuar një javë ose 2 javë para. Ne normale që me që humbëm nuk gjetëm më bileta, edhe thamë le të shkojmë te opera. Kështu që duhet të vesh diçka të bukur, edhe pse bën super ftohtë, unë sekreti im është që thjesht do vej një fustan nga brenda, do vesh ato gjetat të trasha fare, edhe pastaj thjesht do vej 3 gjaketa nga lart, palton, shall, një kapuç në kokë, dorashkat e mia edhe do dal jashtë. Thjesht pastaj, kur do arrit te opera, do filloj të i heq të gjitha një nga një, që të bëj fotot e mia me fustanin të duket bukur domethënë, edhe pastaj do i rivesh kur të jetë të dalim. Ndërkohë në darkë kemi pronontuar të bëjmë një xhiro me bark te Lumi, që ka këtu në Budapest, edhe të shohim të paktën parlamentin nga varka me drita të ndezura, sepse ndisen dritat në darkë, edhe duket sikur je në një prall. Për mua po doni të vini, 2 gjërat që duhet të pronontoni para se të vini, është parlamenti që ju thash, edhe ky kruzhi që e bën me varg, domethënë xhiron. Ne morëm një bilet që thoshte që ke edhe një pije falas. Thjesht edhe unë kisha dëgjuar që këto biletat, sidomos këtë periudhën e festave, shiten direkt. Është një gjë që e bëjnë gjithë turistat. Nuk mundesh të vish këtu edhe të mos e bësh. Është sikur të shkoj unë në Athinë edhe të mos vizitoj Akropolin. Çfarë kuptim ka? Këto xhinkset gjes të reja që bleva, të bardha, unë i vesha dje në Budapest. Edhe i vura për të larë dje, sepse heca gjithë rrugën, edhe poshtë ishin bërë të qelbura, kafe fare, i lava pak në dorë, njerë, këtu te lavamani, edhe pastaj i futa në lavatriçe vetë. E shumta më duket ka ikur, thjesht pjesa brenda duket pak e zezë akoma, nuk e di po duket te kamera, ja ku është. Po më duket me larjet do ik, shpresoj, se jenë edhe të reja, gjinasa i bleva. Edhe nuk i kisha parë fare konë që do vinte shi dje, edhe kuptova kur fillovi thjesht, që nuk ishe çfarë bëje. Ja si duket fustani që do vesh në opera, me çorape të bardha nga poshtë, kam veshur edhe gjetat e mia të trasha. S'kam shbej tani, do vesh nga lart 3 xhaketa, palto e të gjitha që të jem ngrohtë, edhe do bëj të paktën foto të bukura, shpresoj. Por ora është 11:30, ne turin e kemi nga ora 1:30, kështu që kemi pak kohë, edhe themi të dalim ndonjë xhiro këtu, të shohim ndonjë gjë, nuk e di çfarë do bëjmë fiks, po pa plan, në përgjithësi, pa plan. Po bëjmë një xhiro te qendra, edhe kemi
jemi këtu mbrapa te kishën gjigante. Duket shumë bukur. Arkitektura është fantastike. Do desha të shkojmë të shikojmë edhe brenda, por halli është që nuk kemi kohë, sepse tham të bëjmë një xhiro të shpejt, edhe për pak duhet të nisemi të shkojmë në opera që të mos e humbim edhe sot turin ton. Kështu që do bëjmë një xhiro këtu në Christmas Markets që ka, edhe pastaj do nisemi për te vendi jon. Resa rritëm jashtë operës, edhe shikoni sa bukur e kanë zbukuruar këtë pemën këtu. Kanë vënë vetëm zbukurime që kanë të bëjnë me balerina, ato këpucët që veshin, shumë cute, shumë e bukur. Edhe mbrapa është opera që do hym përpara. Duket fantastike. Unë që këtu jashtë kam filluar edhe po bëj një foto, nuk dua të mendoj ç'a do bëhet brenda, që do nxjerr edhe outfitin tamam domethënë. Është fantastike. Kam ngelur me gojë hapur, mrekullueshme. Duhet patjetër për mua të vini ta shikoni nga afër. Sa dolëm, edhe kam t'ju them që brenda opera ishte fantastike, do me thënë. Çdo gjë ishte e dekoruar me flori, e pikturuar lart tavani. Do me thënë në çdo cep kishte diçka të shofësh me skulptura me të gjitha. Thjesht vetëm një gjë që më ka caruar nervat në maksimum ishte që në çdo moment që unë shkoja të bëja një foto, nuk të lejonin të bësh foto. Do me thënë, jo të bësh foto vendin, ti të bësh. Sa shkoja dhe bëja foto, në thoshin hajdeni të ikim te dhoma tjetër. Edhe ne në një moment tham, okej, leri të ikin, të bëj unë 2-3 foto edhe pastaj do shkojmë t'i gjejmë. Edhe vjen njëri na thot që po vazhdohet me fotografi, unë do thras t'ju heqin jashtë. Edhe unë isha në një fazë që okej, lere, mbase në fund të na lën pak kohë të lirë të tipit 10 minuta që të bëjmë foto të gjithë. Nuk na lan as një sekond, nuk na lan as edhe një sekond. Unë arrita të bëj 2-3 foto, shpresoj të kenë dalë mirë ato, por në përgjithësi nuk e kuptova gjithë këtë si situatë. Unë pagova atje 25 euro që të hy. Se të mos mundem të bëj unë 2-3 foto të bukura. Ko ti dash ato lek. Tani kemi dal jashtë edhe po shkojmë të ham burger. Kemi gjetur një lokal që quhet Smashi më duket. Në TikTok i gjejmë të gjitha këto rekomandimet. Edhe do shkojmë të shohim po janë të mira. Sepse unë ju kam thënë, nuk jam tip që ha shumë ushqime tradicionale. Kështu që zgjedhim të ham ato që jemi të sigurt që do i mbarojmë. Edhe do ngopemi. Edhe kaq mbarovi filmi. I adhuroj njerëzit që provojnë gjëra të reja, edhe kuzhinë nga shtete të tjera. Unë nuk mundem ta bëj. Plus në fund dëgjuam edhe opera nga afër. Kënduan 2 veta atje dhe bën një si tip mini shfaqje. Dhe dua shumë të shkoj tani të shikoj opera dhe balet edhe të gjitha. Thjesha si mbretëresh atje brenda, po tani që dola ndihem prapë e varfër që është realiteti. Mbas ushqimit u rikthyem në shtëpi, edhe u ndruam, ndenda një gjysmore shtrirë në krevat që të marr energji fuqi, sepse tani kemi kruzhin që ju thash atë xhiron me barkën që do bëjmë, edhe vesha palton time mov, të riun që shumë më pëlqen. Thjesht kam frikë mos filloj prapë shiu tani edhe të bëhet prapë pis poshtë, shpresoj jo. Kam vënë prapë çizme me tak në këmbë. Nuk e di si ku e gjej gjithë këtë fuqinë që kam hecur gjithë Budapestin me taka, nuk e di vërtet. Edhe vura edhe në kokën time një si tip peliçe, le të themi, nuk e di. Edhe shpresoj edhe të mos plevitosemi sepse do jemi në vark jashtë në të ftohtë, edhe nisemi. First day I saw you since long ago, I still remember it was so cold, and you were warm and I with some green tea. You asked me, can you lend me sugar? You grabbed the shaking bowl and shook her, and you put all the sugar right on me.
And what a crash, what a crash. Mbaruam me xhiron ton me barkën, edhe tani kemi erdhur te viewpoint I parlamentit, që tu kemi parlamentin mbrapa edhe bëjnë të gjithë foto, është domethënë stacioni që vijnë të gjithë influencerat si puna ime, që nuk kanë punë tjetër përveç fotove, bër edhe unë 1-2, se normale, edhe tani ndihem super e lodhur. Barka durovi diku te 1 orë, unë atje lart u plevitosa, për pak do nisemi për në shtëpi, m'duket, nuk jemi ngrënë edhe darkë, po e vërtet është që nuk më hajt edhe shumë, nuk e di po do ha diçka për darkë. Më kanë kohë për ai burgeri I drekës, nuk ju thash fare si ishte ai burgeri, e provuam, pëlqevi shumë, I dhe një 18, ishte mjaftueshëm I mirë, nuk ishte dhe I shtrenjtë fare, domethënë burgeri shtonte 5 euro, edhe më duket me patate dhe me Coca-Cola që mora vajtën të gjitha bashkë 8 euro e gjys, diku atje, një menu domethënë. Një çmim shumë normal. Po bëjmë një ndalesë para se të shkojmë në shtëpi, sepse gjetëm një photobooth që unë e kisha parë në TikTok, shkon brenda të bën foto kështu vintage, edhe tham se jo, edhe kushton 2 euro e gjys, që është shumë lirë për mendimin tim, të tipit unë athin mund të kem paguar edhe 5 euro që të bëj këto fotot, kështu që fantastike, le të shohim si do dalin. Unë ju thash që do shkoj në shtëpi, por ngjitur me fotografitë që nxorëm, kishte një restorant me tacos, edhe unë vdes për tacos në përgjithësi, edhe se e bash edhe pse nuk më hajt, desha të haj, edhe prandaj sa ulëm, porositëm, edhe mesi po pres ti provoj, të shoh po I bëjnë të mira këtu apo po nuk ja vlen. Jemi kthyer në shtëpi, edhe unë erdha në sallon, sepse ndihem që me që nuk kam atë në kalendarin ton këtu me vete në Budapest, duhet të provoj ndonjë snack që ta mbyllim kështu bukur videon, të bëjmë ndonjë gjë kështu bashk, të lezetshme. Unë thjesht do I provoj këto, pastaj do shkoj të laj fytyrën, po më pëlqej ndonjëra do e haj, do mbaroj sepse me ato tacos nuk u ngopa. E pat që nuk I thash për tacos. Eri vajtëm te ai restoranti që të hajmë tacos, që I thash. Edhe ato tacos ishin jo thjesht të shpifura. Morë 3 edhe hëngra vetëm njërën gjysmën. Mishi ishte I shpifur. Tani nuk ishte të gustot e mia, nuk e di po ishin vërtet të shpifura, po thjesht mua nuk më pëlqen fare, mbasi I bënin me një mënyrë shumë tradicionale, sepse me sa kuptova ata ishin nga Portugalia. Edhe unë me ato erzat, me atë mënyrën si kishin bërë atë mishin që kishte brenda, mbante një erë të shpifur, edhe në përgjithësi nuk hëngra. Me pak fjalë, provova vetëm nachos që mora me pak guacamole, që guacamole më pëlqen, edhe ishte më safe, domethënë ai opsioni. Edhe nuk më hajshe, edhe prisha lek kot, se nuk e hëngra. 40 euro 2 veta për 2 pjata tacos edhe një nachos. Por tani, le të vazhdojmë me snacksat, që të shohim qa do provojmë për sot. E dini qa, po më hajt diçka e ëmbël. Edhe them të provoj këta, që unë nuk jam e sigur qa është. Unë se e hapa edhe duket disi kështu. Do hap një të provoj tani. Re, kjo është shumë e mirë, nuk e prisja. Prisja diçka shumë ndryshe. Nuk e di qa, po nga fotoja, më duke që sikur e gjitha kjo dhe ishte but, po nuk është crunchy. Më duket ka shokollatë të bardhë nga jashtë, pastaj brenda biskot, pastaj në mes fare çka me shije lule shtrydhe. E shplava pa gojen që të provojmë edhe një të kripur, të flej mendjen, edhe të shkoj të flej gjumë. Këto që janë? Thot që janë pikante re. Tani e lexova. Unë nuk I haj pikantet. Thot paprika. Nuk jam e sigurt tani po dua ta provoj, po me që e mora, do hidhet që do hidhet, ta haj një të pakën. Në erë, janë të mira. Janë shumë të mira, më pëlqen, nuk më ka djegur akoma. 2 në 2 ishin këto sot. Nuk e prisja të ishin të dyja të mira. Jam gati për një super gjumë, kështu që natën e mirë nga mua, sepse edhe nesër kemi një ditë të gjatë. Është dita jonë e fundit nesër në Budapest, kështu që I kemi lënë edhe 2-3 gjëra për në fund t'i bëjmë, t'i shohim. Kështu që shpresoj t'ju ketë pëlqyer ky vlogu. Të bëni një like, një subscribe, një koment, do e them, edhe do e rithem derisa ta bëni të gjithë, sepse unë I shikoj ato analytics atje që thot që 50%
90% nga ju që më shikoni nuk më keni bërë subscribe edhe unë kthe kam në mendje, kështu që shtypeni atë butonin. Falas është. Edhe ne do shihemi nesër.